Shqiptari më i vuajtur në botë. Ditët e fundit të lirisë. Viti 1944, solli fituar të rinj, partizanët komunist, dhe me ta erdhen listat. Gazeta Besa Shqiptare shkruante për Sami Dangëllin. Ishte antikomunist i vendosur, që në vitin 1943, i lidhur me ballin kombëtar, propagandoi idet nacionaliste dhe tregoi qartë rrezikun komunist. Gjithçka do të jetë kolektive dhe askush nuk do të ketë asgjë. Varfëria do të mbyt vendin, thoshte ai. Hyrja në errësirë. Sami Dangëlia kaloi vitet e para të dënimit, pothuajse 10 vjet, në burgun e Burrelit, ku takoi shumë intelektual të vendit, nga të cilët mësoi dhe plotësoi kulturën e tij. Ata ishin një shkollë e madhe për të. Burgu i Burrelit nuk ishte burg i zakonshëm. Konsiderohej si një superburg, nga i cili ishte e pamundur të arratiseshe, dhe në të cilin të burgosurit politik jetonin në kushte çnjerëzore. Pas Burrelit erdhi internimi. Më 1959, pas vitesh mundimi, Samiu vendosi të ikë. Nisën nga lushnja me shokur e tij Haxhi Mekolli me 4 kg biskota si furnizim, duke ndjekur rrugën Tomoric, Skrapar, Opar, Korç. Ëndra ishte të arrinte Greqinë e prej andej Shtetet e Bashkuara. U ndalua në postën kufitare të Nikolicës. Kishin ardhur aq pranë lirisë. Kjo tentativë i kushtoi shtrenjtë. Dangëllia deklaronte se ishte mërzitur regjimi që pasi e kishte burgosur e kishte internuar dhe e bënte të jetonte një jetë të keqe. Dënimi i dytë, 25 vjet. Në vitin 1960, Sami Dangëlia u ridënua me 25 vjet burg dhe u dërgua sërish në Burrel. Kur oficeri veteran i burgut e pa të hynte, tha: "E prisja të vinte prapë se këtu e ka vendin." Por shokët e burgut e pritën ndryshe me ngrohtësi, dhe Samiu u tha diçka: "Shpirtërisht më i qetë jam në burg. Gjithë jeta shqiptare është një burg në përmasat e kufive të Shqipërisë. Të jesh i lirë dhe t'i nënshtrohesh diktatit komunist është vdekje morale." Nga Burreli, Samiun e dërguan në Spaç. Spaçi kishte mbetur i hapur që nga viti 1968 për shfrytëzimin e një miniere bakri dhe piriti, punë nga më helmueset dhe më raskapitëset. Në kushtet çnjerëzore të burgut të Spaçit dhe të minierës, Sami Dangëlia qëndroi pa thyer. Gardianët e quanin të rregjur dhe ujk të vjetër. Nuk ishte asnjë ndihmë nga jashtë, asnjë pako, asnjë letër, asnjë zë nga familja. Punonte ditë e natë për të nxjerrë bukën shtesë, i vetëm ndaj botës. Revolta e Spaçit. Samiun e gjejmë ndërmjet organizatorëve të qendresës dhe të revoltës antikomuniste që shpërtheu më 21, 22 dhe 23 maj të vitit 1973. Ajo revolt nuk ishte thjesht protest. Akti më madhor ishte heqja e flamurit të kuq mbi Tarac e mandej vendosja e flamurit me shqiponjën 2 krenore, që u përshkrua nga plumbat. Bashkëvuajtësi i tij Napolon Kaleci dëshmonte: "Megjithse ishte i smur, Samiu mori pjesë në revoltën e Spaçit. Ne të rinjve na jepte zemër dhe forcë." Dënimi i tretë, edhe 25 vjet të tjerë. Pas revoltës, regjimi u hakmor. Dangëlia doli për të tretën herë para gjykatës dhe u dënua sërish me 25 vjet burg dhe 5 vjet heqje qytetarie pas daljes. Gjithsej, në letër, ai u dënua me 156 vjet burg. 156 vjet burg për një njeri me një jetë. Ishte dita e 23 prillit 1987. Raçanga si zakonisht u rreshtuan të burgosurit. Mungonte Samiu. Policët e gjetën të sëmur rënd. Ai nuk ishte munguar asnjëherë, edhe kur ishte i sëmur. Sami Dangëlia vdiq nga një shok hemorragjik. Varrimi u bë nga burgu pa e parë askush, pa e ditur se ku u varros. Me që nuk u paraqit askush nga familja, sipas proces verbalit të datës 17 dhjetor 1987, teshat ju dogjën, ndërsa disa gjëra simbolike ju dhan kushëririt Avzi Dangëlia, i cili ndodhej edhe ai i burgosur në të njëjtin kamp.
Edhe sendet e fundit të një njeriu ja dogjën. Çfarë la pas vetes? Nuk pa fëmijë të rriteshin, nuk pa Shqipërinë të lirë, nuk njohu kur jetën e zakonshme, kafenë e mëngjesit, rrugën e fshatit, tingullin e lirisë. Mandela bëri 27 vjet burg dhe u bë simbol botror. Dangëllia bëri 43 dhe mbeti pothuajse i panjohur. Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit e ka shpallur si një nga figurat më të shquara të qendresës antikomuniste në Shqipëri. Por nderimi ka ardhur vonë, me pikatore dhe kurrë mjaftueshëm. Historia e Samit Dangëllis nuk është vetëm e tij. Është pasqyra e asaj çfarë ndodh kur një shtet u shpall luftë qytetarëve të vet. Kur ligji bëhet vegël e hakmarrjes. Kur buzët e një njeriu të lirë i kushtojnë atij gjithë jetën. Të jesh i lirë dhe ti nënshtrohesh diktatit komunist është vdekje morale.